Kush e meriton Prishtinën? Kush e meriton Prishtinën? Orhan Ismaili. Pse? Se është, më duket që është shumë i vendos njeri, jo sikur këta tjerët, me bëj gare, po është një tip i vendos. Kam kime votu këtë herë? Unë kam votu Orhanin. Pse mendon që Orhani e meriton? Pse mendoj që është koha për Orhanin. Krejt kanë qenë kryetari, po do të me ndru. Nuk ja kena jep mundësin ati. Po, se kena jep mundësin. Prishtinën gjithmonë kam dashur me fitu edhe prapë fiton përparimin të tërësat. Pse mendon? Është njëri thjesht, o njëri punëtor, është njëri pa sherr, e meriton e mandat. Jo, nuk më zbulu, nuk e di. Është që maj mire. Përparim Roma. Kush po dënë ti me marë? Jo, s'kam preferum se kretë për raj njëjtë. Kretë për raj njëjtë. Po përpari me Orhani, Hajrullah Qeko, Besa. Jo, unë jam për vetë vendosin, kështu. Hajrullah Qeko. Pa tjetër, me ndryshu pak. Po raj, na mon jam për vetë vendosjen. Cila tash është? Ka aty rana, ka normale. Po ma të buta. Ka disa që nuk janë angjel mirë, po shumica, a i madhi është angjel. Se edhe nonën e ti kom pas profesorish, është shumë patriote. Nona kom. Po nona Albinit, Arifën, kom pas profesorish.